Një krim i rënd brenda familjes i fshehur për më shumë se një muaj është zbardhur nga policia e Lezhës, e cila vuri në pranë nga vajzën e viktimës 85 vjeçare të dyshuar si autore e vrasjes. Gjëra ka ndodhur në fund të muajit prill në Mamurras, por sipas hetimeve është tentuar të paraqitet si vdekje natyrale. Sipas policisë, 57 vjeçare, e cila dyshohet se vuan nga probleme shëndetit mendore, ka goditur disa herë me thik nënën e saj brenda banesës. Për më shumë se një muaj krimi mbeti pa zbardhur, ndërsa hetimet tregojnë se janë bërë përpjekje për të fshehur shkakun e vërtetë të vdekjes. Në përgjegjësi penale është vënë dhe një mjeke, e cila sipas policisë ka lëshuar aktin e vdekjes duke regjistruar atë si vdekje natyrale dhe jo si pasojë e akti kriminal. Për këtë arsye, ajo po hetohet në gjendje të lirë për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë, autoria e dyshuar është ndaluar dhe do t'i nënshtrohet ekspertizës psikiatrike për të përcaktuar gjendjen e saj mendore dhe përgjegjësinë penale. Ndaj saj, rëndon akuza e vrasjes për shkak të rrethanave familjare, ndërsa hetuesit po verifikojnë se ka persona të tjerë të cilët kanë pasur rol në fshehjen e krimit.